Mbrëmjen e 8 majit, Olaba Shop hapi dyqanin e saj të parë fizik, duke nisur kështu një hap të ri në biznesin e produkteve për bebe dhe nëna të reja. Për disa vite kjo kompani operoi vetëm online, duke i ofruar grave shtatzëna, nënave të reja dhe prindërve mundësinë që të blejnë produkte të ndryshme për foshnja dhe fëmijë nga shtëpia. Tashmë klientët do të kenë mundësi që produktet t'i shohin dhe t'i përzgjedhin edhe fizikisht në dyqanin e ri që ndodhet në Albi Mall. Olaba ekziston që 2 vjet. Faktikisht në industrinë e bebeve jemi që 20 vjet, po tu e pa kërkesën e madhe për këtë industri edhe tu e pa sa pak ka qenë e zhvillume. Na kem vendos para 2 viteve me fillu me online, me shitje online. Mande e kem zhvillu edhe në këtë moment dhe më thonë e kem pa që është koha e duhur për me hap edhe një dyqan offline. Fokusi kryesor i dyqanit mbetet te produktet për bebet e porsalindura dhe nevojat e nënave gjatë periudhës së maternitetit. Lanci nuk ka qenë produkt shumë i kërkuar, por që Olaba do të sjell edhe një gamë të gjerë për beba. Çka përfshin? Po, Lancino, atëherë, para disa viteve, kur kem fillu me Lancino ka qenë fokusi në gjithonje, tash është fokusi në gjitha produktet çka i duhet një nane, një bebe, të posalindur, prej produkteve të maternitetit, deri te zhvillimi motorikës bebës, kërkesat ndryshme të përditshme. Do të jetë kufizuar mosha e produkteve? Ne fokusin e kem 0 deri në 6 vjet, po kryesisht në produkte të bebeve, të posalindura. Të nanave, do më thonë që produkte që i vynë gjatë maternitetit, në fillim të lindjes, do më thonë ma tepër jemi të fokusum në këtë pjesë, do më thonë gjithanje, bebe të posalindur, produkte që ja lehtësojnë prindërimin, do më thonë nanës edhe babës në këtë rast. Prania e prindërve dhe fëmijëve i dha edhe më shumë jetë dhe ngrohtësi inaugurimit të kësaj pike. Në mesin e të pranishmeve nuk munguan as figurat publike. Cilësia dhe siguria e produkteve u veçua si diçka që prindërit gjejnë tek Olaba Shop. Tu ja fillu dhe prej pjesës ushqimit, po tash kur fillu me qipën, është ato pjotat e përporësja e gjithçka, që do me qenë material të mirë se normalisht me ushqim, po dhe janë edhe pjesa e rrobave normalisht. Produktet e Olaba Shop i vlerësoi edhe pranvera Ozdautaj, e cila tregoi se disa prej produkteve të këtij dyqani kanë pasur një rëndësi të veçantë gjatë rritjes së fëmijës së saj. Këtu më sjell një bashkëpunim shumë i mbar, shumë i suksesshëm që ka qenë mes nesh dhe Olaba Shopit, po ashtu edhe prania Olaba Shopit që në fillimet e mia që për shtatzanisë dhe sidomos mandej edhe me lindjen e Jonit, që ka qenë këtu për çdo pajisje që na është dashur, për çdo element që për fëmijët tash që jomnon, për shkak që nuk dalin kurrë dhe gjithmonë kanë më dashur sene të reja për fëmijën, me rritjen e tij ndryshojnë edhe nevojat. Edhe Olaba ka qenë këtu prej shtatzanisë, siç e thash, me produkte të cilat për mua dhe përpërsoj për shumë nana ka qenë shumë vështirë mi gjetë në Kosovë. Me kërkesat që ndryshojnë nga një familje te tjetra, këto produkte po bëhen pjesë e përditshmërisë së shumë prindërve. Secili brand ka rëndësi edhe është shumë i domosdoshëm, i nevojshëm për nanat edhe për bebet, normal prej moshës, prej 0 muaje sipër. Tu fillu për përmendi një që mas shumë të e preferojnë nanat, është pesi i gjumit, cilën e përdorin prej 0 muaj e mandej që shëndohen me mosha. Është shumë e nevojshme, ta them, sepse është shumë diçka që ja lehtëson nanës procesin e gjumit, se zakonisht ka shumë frikë nana gjatë natës kur e shtyn për shembull bebin në gjumë me një batanie apo e ngri batanien apo vendos fytyrën, kështu që me një thes gjumit vetëm me vendos në të dhe gjithçka është tepër më e lehtë për nanën. Mandej më përmend edhe Formula Pro, ndryshe nga brendi Baby Breza, edhe ajo është diçka që jo vetëm gjatë natës, po gjatë ditës, gjatë tërë kohës, një nanë që e fushën bebi me formulë është shumë e nevojshme, është shumë e lehtë për një përdorim. Vetëm me një buton, dhe me thonë nana nuk ka nevojë as me qumë nxe ujin, as me vendos formulën, as me mat, vetëm me një buton, dhe me thonë ajo është e kompletuar.
Kësaj me praninë fizike, Olaba Shop do të vazhdojë të jetë një adresë për prindërit që kërkojnë siguri, cilësi dhe përkujdesje për më të vegjëlit.